Mirëmëngjes, të dashur qytetarë dhe qytetare. Sot, unë kam këtë deklarat para jush, me të cilën faktohet se shteti, narkoshteti, është shteti i Irenës me 5 mbiemra, i Troplinit dhe Troplinëve të tjerë. Ndaj dhe ju lutëm, sipas dëshirës, të ndiqni këtë deklaratë sot. Pra, ky është shteti i Irenës me 5 mbiemra që vazhdon detyrën në shkelje flagrante të kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Për sa më sipër deklaroj se ne kemi bërë kërkesë pranë KLG-s për konstatimin e marrimit mandatit të Irena Gjoks, për shkak se kur ka marrë mandatin nuk ka patur kriteret përcaktuara në ligj për të qenë gjykatëse, pasi kishte një vendim penal që kishte marrë formë të prerë. Konkretisht, Kushtetuta e Shqipërisë në nenin 6 fraksion 1 parashikon se një person, integriteti publikit cilit është cenuar, nuk mund të vijoj funksionet në organet kushtetuese. Ndalohet, thot neni, ndalohet zgjedhja, emrimi apo ushtrimi një funksioni publik në një nga organet e parashikuara në këtë kushtetut ose të krijuara me ligj, pavarësisht përcaktimeve të bëra në dispozita të tjera të kësaj kushtetute, nëse verifikohen rrethana që cenojnë integritetin publik të funksionarit publik sipas kushteve dhe rregullave të përcaktuara me ligj, të miratuara me 3 pestat e të gjithë anëtarëve të kuvendit. Ky pra është përcaktimi i Kushtetutës së Shqipërisë. Ligji miratuar me 3 pestat në vitin 2016, ligji 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, parashikonte në nenin 28D se nuk mund të ketë statusin e magjistratit një shtetase që është dënuar me vendim penal të formës së prerë, në rastin konkret pra Irena Gjoka. Por ky ligj parashikon në nenin 66 fraksion 3 detyrimin e çdo magjistrati të njoftonte menjëherë KLG-n për ekzistencën e një kushti që çonte në mbarimin e mandatit. Po ky ligj parashikon në nenin 161 fraksion 1 se gjyqtarët e gjykatës së krimeve të rënda, ku ishte gjyqtare Irena Gjoka, do vazhdonin të qëndronin në pozicionin e tyre si gjykatëse e posaçme, me përjashtim të rasteve kur kishte shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit. A e kuptoni pra, miqtë e mi, që kjo delinkuente që fshihet nga Altin Troplini, nga prokurori i përgjithshëm, nga kryeinspektori i përgjithshëm që thot se nuk na ka njoftuar dhe thot një pavërtet të madhe, po duket punojësit e tij ja kanë fshehur dokumentat. Pra, kjo qëndron në detyrë duke shkelmuar kushtetutën e vendit, duke shkelmuar ligjet me 3 pesta që diktojnë asaj largimin e menjëhershëm për veprat që ka kryer. Sipas ligjit numër 138/2015, ligj tjetër ky, ligji dekriminalizimit, ligji miratuar me 3 pestat, ashtu siç kërkon kushtetuta, fshehja, refuzimi për deklaruar gjykime dënime, qoftë edhe jo të formës së prerë, Irena me 5 mbiemra ka të formës së prerë, nga autoritetet të huaja për çfarë do lloj vepre penale apo mas dëbimi shkakton ndërprerjen e menjëhershme të funksionit të gjyqtarit dhe Irena Gjoka nuk ka deklaruar një gjykim, një dënim dhe 2 dëbime, por mbrohet
në mënyrë antikushtetuese, antiligjore nga një bashkëpunëtor krimi që quhet Altin Troplini. Dhe jo vetëm ai, mbrohet nga KLG-ja, mbrohet nga prokurori i përgjithshëm, pa çka se gjithçka e akuzon këtë kriminale për fshehje të veprave të saj penale. Sipas ligjit numër 95/2016, ligj për strukturat e posaçme, gjykat, prokurori, BKH, të gjithë ata që donin punonin në këto struktura duhet të deklaronin nëse kishin dënime brenda ose jashtë vendi të formës prerë ose jo, për çfarë do lloj shkelje ligjore. Dhe Irena me 5 mbiemra përsëri nuk ka deklaruar dënimin e saj në Greqi. Refuzimi për deklaruar përbën shkak për shkarkimin e saj të menjëhershëm. Pra, sipas 3 ligjeve të miratuara me 3 të pestat, Irena Gjoka nuk duhet të ishte magjistrate, të paktën që në hyrje në fuqi të ligjit për dekriminalizimin, por ajo fsheu vendimin e saj penal dhe ekspulset dhe nuk i raportoi ato sipas ligjit. Faktet u bën publike, si fillim nga gazetat greke e më pas nga dokumente zyrtare me vull apostile të sjella dhe dorëzuara në organet kompetente shqiptare që në shkurt të vitit 24. Por, kur faktet u bën publike, kur dokumentat u dorëzuan institucionet e përkatëse shqiptare, këto të fundit kishin detyrimin të vendosnin vetë për konstatimin e marrimit mandatit për Irena Gjokën, që prej momentit kur ligji ja ndalon asaj të ishte gjykatëse dhe ndjekjen e saj penale. Por ajo mbrohet nga Altin Troplini, kundrejt ndonjëri shfetit majm apo urdhri antiligjor. Sidoqoftë, Altin Troplini bëhet bashkautor në një krim të shëmtuar, ku e shkel kushtetuta dhe ligjët e vendit. Por sigurisht që drejtësia e Soros Reforms, marionetat e Rams, Troplini e kompani, nuk mund të lëshojë një mashtë qorre si Irena Gjoka, që u përdor në të gjitha proceset e montuara ndaj opozitës pa asnjë fakt penal, të normara direkt nga armiku i egër i pluralizmit, shërptori Miran i Edi Rams, Altin Troplini. 2. KLG-ja nuk ju përgjigj kërkesës sonë për të konstatuar marrim në mandatit Irena Gjokës, sepse ligji 96/2016, sipas ligjit 96/2016, por ja drejtoi prokurorisë së përgjithshme për të nisur hetimet sipas ligjit 138/215 për hetuar nëse ekzistonte vendimi penal kundra Irena Gjokës në Greqi dhe nëse ajo kishte deklaruar atë në formularin e dekriminalizimit, pavarësisht se për këto kishin vendimin penal të drejtësisë greke të sjellë me vull apostile. Prokuroria e përgjithshme për të dëshmuar veten se është një institucion tërësisht i kontrolluar, është një institucion që shkelmon kushtetutë dhe ligje, nuk ka ndërmarrë asnjë masë gjërësor. 3. Qëllimi i këtij devijimi është i qartë. Së pari, në mënyrë të palishme vonon vendimarrjen për konstatimin e mbarimit mandatit sipas ligjit 96/2016, meqense Irena Gjoka nuk mund të ishte gjykatëse kur ligji ja pengonte një personi të dënuar penalisht të mbante një funksion të tillë. Së dyti, KLG-ja, Uluzi, Faqe e Zezë, Altin Troplini dhe marionetat tjera të pushtetit zvarritën me qëllim hetimin edhe mbi çështje shkeljes së ligjit të dekriminalizimit nga Irena Gjoka, e cila ka fshehur dhe nuk ka deklaruar në formular as vendimin penal dhe as 2 ekspulset që kanë nga Greqia me qëllim të qartë, kalimin e afateve të ndjekjes penale, pra parashkrimin e veprës penale. Kjo është arsyeja që këta shërbëtorë të Edi Rams
apo të korruptuar Irena Gjoks nuk marrin veprime vetëm e vetëm që kriminalja, delinkuente Irena Gjoka, që mban detyrën në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me ligjet e vendit, të mos jap llogari para drejtësisë për këto fshehje dhe shkelje të rënda. 4. Për sa i përket pikës së parë pra mbarimit mandatit, sepse Irena Gjoka nuk ka pasur kriteret për të qenë gjykatëse, kjo bën çdo procedurë gjyqësore të drejtuar prej saj pas zgjedhjes gjykatëse në kundërshtim me ligjin, procedurë të kryer nga një gjykatë jo e caktuar me ligj. Pra, çdo vendim i Irena Gjokës, që nga dita që ka mashtruar në formularët e dekriminalizimit, është i pavlefshëm, nul and void, sepse është marrë nga një person që nuk mund të ishte gjykatës. Kjo sipas kushtetutës, por dhe sipas gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Sipas precedentit të gjykatës europiane të drejtave të njeriut, cani kundër Shqipërisë, Irena Gjoka nuk mund të jetë gjykatëse dhe proceset e ndjekura prej saj janë nul. Rikujtoj këtu se ajo mbahet në detyrë sepse mban dosjen e Ilir Mec, dosje e cila nuk ka asnjë fakt penal përveç vendimit hakmarrës primitiv të Edi Ramës ndaj tij. 5. Për sa i përket mosdeklarimit të vendimit penal dhe 2 ekspulseve në formularin e dekriminalizimit, kjo është çështje me vete, e cila sjell 2 pasoja. E para, 5.1, e para është ndjekja penale kundër Irena Gjoks. Mosdeklarimin formularin e dekriminalizimit, vendimit penal dhe ekspulseve është vepër penale për të cilën ajo duhet të ishte në burg. Këta duhen të thonë se vepra është parashkruar dhe Irena e tyre me 5.000 emra që i ka ngrohur xhepat mirë, nuk mund të ndiqet penalisht. Kjo në fakt është e pavërtet, sepse Irena ka marrë detyra të reja pas krijimit të gjykatës speciale, si për shembull, ajo atë të kryetares së gjykatës për të cilat kërkohet të plotësojë përsëri formularin e dekriminalizimit. Ajo ka kaluar procesin e vettingut mbas caktimit kryetare të gjykatës speciale. Edhe aty, me siguri është kërkuar të bëjë deklarime në lidhje me fakte të tilla dhe ajo nuk ka bërë. Kështu që të gjitha parat që i kanë marrë Irenës apo urdha që Edi Ramës që kanë zbatuar, hidhen në kosh të plerave dhe dëshmojnë Altin Troplinin, Uluzi Faqeziun dhe Këllëgjën thjesht sklever të rishfeteve apo të urdrave politikë. Për më tepër, Irena ka ekspozuar veprimet e saj aktive për të mbuluar ekzistencën e vendimit penal në Greqi, të ekspulseve të saj dhe mos deklarimin e tyre në formularin e dekriminalizimit. Ju kujtoj se pak kohë më parë, ajo i deklaroi birën se nuk kishte vendim penal dhe as ekspuls, ndërkohë që kishte lëshuar prokuror vetë me firmën e saj dhe kishte angazhuar avokat për të kundërshtuar këto procedura, gjë që është evidente edhe nga vendimet e drejtësisë greke. Pra, jo vetëm që ajo ka bërë veprime aktive për mbulimin e veprës penale, por ka vazhduar atë. Pra, jemi përpara krimit vazhdues në terminologjinë juridike. Çdo ditë që ajo rrin funksion, sepse ajo çdo ditë fsheh gjykimet, dënimet dhe dëbimet e saj, veprat penale të saj. 5.2. E dyta, mos deklarimi vendimit penal në formularin e dekriminalizimit sjell përsëri përfundim të mandatit që nga momenti kur është kryer shkelja. Kjo është një procedurë administrative, pra jo penale, për të cilat nuk vlen asnjë fakt parashkrimi i kodit penal. Nuk ka nevojë për veprim verifikues kaq kompleks. Ajo nuk ka plotësuar sakt 3 rubrika të formularit, por mjafton vetëm mosplotësimi një rubrike
për të larguar nga funksionet e gjyqtarit. 6. Pra pavarësisht përpjekjeve të turpshme të KLG-s, Altin Troplinit, prokurisë së përgjithshme për të mbajtur në detyrë një njeri që nuk mund të jetë gjykatës sipas kushtetutës, sipas ligjit, një njeri që sipas të ligjeve të miratuara nga kjo mazhorancë duhet të jetë në burg. Ajo është e pambrojshme dhe tashmë e vërteta ka dalë në dritën e diellit. Zoti Berisha, ju besoj jeni drejtuar gjykatës së Strasburgut pas vendimit të gjykatës kushtetuese. A është përdorur ky argument nga ana juaj në Strasburg, pra gjykimi nga një gjykatë jo e formuar nga ligji? Do ta pyes avokatin tim. Nuk kam një përgjigje. Unë besoj se po. Besoj se po, por një përgjigje përfundimtare do ta marrish pasi unë të konsultohem me avokatët, me siç keni konstatuar, ata kanë në profesionin e tyre kanë një hapësirë të gjerë dhe unë nuk është se i ndjek ata me lupë. Por ky akt është akt i shëmtuar, i turpshëm, ju e pat pra, është shkelmuar kushtetuta që në mënyrë eksplicite kërkon personat e institucioneve kushtetuese, siç është gjykata, nuk mund të jenë në këto detyra nëse kanë integritetin të senuar. Janë senuar 3 ligje, të cilat e çojnë në burg ata që i shkel, dhe kjo ka shkel këto 3 ligje në mënyrë ekzemplare. Natyrisht ju garantoj se kjo çështje, me këtë çështje gjykata e Strasburgut, sigurisht jo vetëm në rastin tim, se nuk jam vetëm unë këtu. Këtu janë me qindra procesa dhe këta përpiqen ta mbyllin këtë gjë, pikërisht me këto procedura, por se mbyllin do të kur, sepse është shumë e qartë. Një proces, një vendim i dhënë nga gjykatë që s'mund të ishte gjykatës nuk ka asnjë vlerë. Kjo s'mund të ishte gjykatës, besoj se jemi në kushtet kur në përputhje me kushtetutën e Shqipërisë dhe 3 ligje me 3 pestat, Irena me 5 mbiemra që ka për avokat Altin Troplinin nuk mund të ishte gjykatëse. Por Irena Peng, e cila është është tamam ikone e zezë e këtij sistemi George Sorosit, ajo vazhdon mbahet në ta shtuquiturin hetim paraprak pa emër të Altin Troplinit, form hetimi që ky bashkëpunëtor në krime e përdor për të mbrojtur kriminal. Duhet të informoj këtu se dosja 26 Toyota Yaris, e cila ka shkuar në gjykat, ka shkuar pa fascikullin e Tauland Begojaris, i cili është person kryesor, siç e dini, jo vetëm në deklaratat në parlament, por është person kryesor në përgjimet që janë bërë Erjona Daupaj, ku ajo në mënyrë të përsëritur, unë ja u kam lexuar, ja u lexoj prapë, flet për taun që bën gjithçka, ministër tani më, që bën gjithçka për të marrë, për të tërheqë edhe një herë të gjitha pasuritë e konfiskuara në polici në mënyrë që t'i vonojë dhe të mos japë. Pra, këtë Altin Troplini nuk e ka dërguar në gjykatë. Çfarë ka bërë? E ka krijuar aty gjoja një fashikull 26 fraksion 1 dhe asgjë po e han mijt në raftet e tij. Ky është një shembull. Zoti Berisha. Po a mund t'ja lexoj pak të çfarë i lash shënimin që i lash sot Altin Troplinit? Altin Troplinit, avokatit të McGonigal, të krimeve kushtetuese dhe armikut të betuar, të pluralizmit, sklavit, të pasurive të palishme, apartamenteve e të tjerë. Ky është mesazhi. Kush e don këtë tani? Vetëm mundësisht t'ja u paraqisti qytetarëve me shkrimin tip s'ka gjë se e morrin vesh. Zoti Berisha, gjuha juaj e ashpër a mendon që ka ndikuar në injektimin e një bindjeje
se gjyqësori nuk funksionon, se drejtësia nuk jep drejtësi. Shiko, vajzë, ti duhet dish një gjë. Në qoftë se unë jap fakte këtu, unë jap fakte. Dhe ti si gazetare, mendoj unë, duhet përkulesh para fakteve. Duhet përkulesh para ligjeve. Nuk bëj asnjë sulm, asnjë deklarat në mënyrë absolute pa fakte dhe ligje. Po kur unë demaskoj këtu si bashkëpunëtor në krim, ata që fshehin krime, ata që shkelmojnë ligje, ata që shkelmojnë kushtetun, unë mbroj interesat e çdo qytetari shqiptar, demokrat, socialist, pa parti, çfarëdo që tjetë ai, edhe tuaja të përfshi, edhe interesat tuaja përfshi, sepse interesi i tyre është një ligj, funksionimi i ligjit, funksionimi i kushtetutës. Pra, këto mënyra avokatie për delinkuent dhe shkels ligji janë të gabuara. Përkundazi, unë po mbroj sistemin e drejtësisë nga delinkuent, nga kriminal që shkelmojnë kushtetutën për interesat të tyre. Sepse Altin Troplini, ta them unë ty. Po ka institucione për t'i drejtuar. Të gjitha këto shkretësa. Besoj se këtu fola që të gjitha për institucione që jemi drejtuar. Këtu, ato që numërova unë, ato që janë që të gjitha institucione që janë drejtuar. Por ato institucione, ose Irena me 5 mbiemra i ka bler me 500.000 euro, nuk kam fakte se do t'i sjellja këtu, ose Edi Rama i urdhron si sklever që i ka të kapur peng për pasuritë e paligjshme që kanë nga Troplini dhe me radhë dhe këta heshtin. Por në qoftë se brenda drejtësisë, në një sistem drejtësie, ndodh që ish kryetari i gjykatës kushtetuese, Bashkim Dede, nxirret nga sistemi dhe ky Troplin këtu e çon për ndjekje penale dhe kërkon dënimin e tij me burg. Nxirret nga sistemi sepse sipas tij ka fshehur një apartament, sipas atij dhe avokatërve, apartamenti ka qenë i vllaut dhe ka paguar qira në emër të vllaut. Nuk e di cila është. Njëra apo tjetra. Por ky vet ka 4 apartamente. Ka 3 të vetat dhe një tjetër ku thot unë jam i strehuar tek vjerri me qira. E kuptoni ju apo jo? Pa çka se çon bodyguardet për të rrafë qytetarët. Atje se shiten nga 2 herë apartamentet e vjerrit me qira. Pra jemi këtu 1 minutë. Jemi në këto kushte të cilat shqiptar duhet të dinë këto të vërteta. A mund të imagjinosh ti kur se çfarë ndodh me qytetarin e thjesht, se çfarë drejtësie merr qytetari i thjesht, kur këta në mënyrë flagrante ky hap çështje pa emër për Irena Gjokën, e cila ka gjithë të gjëra të shkelmuara dhe çështja hapet pa emër vetëm që ajo të tejkaloj afatet e parashkrimit. A nuk është ky, më thoni ju mua, një bashkëpunëtor në krim? A nuk është ky një bashkëpunëtor në krim kur lexon një lloj si unë transkriptet e bisedave të Eriona Daupaj, ku Taulant Balla nga fillimi në fund del disa herë si bashkëpunëtor me bandën e Elbasanit, me bandën e Elbasanit. Dhe ky merret, denon roje dhe shofer dhe taos ja heq fashikullin. A janë këto kështu apo jo? A duhet t'i dinë këto? Çfarë drejtësie kjo? Kjo është antidrejtësi, ky është shkelmim mbi punën mundin djersën të qindra hetuesve, gjykatësve, prokurorëve që duan të funksionojnë në përputhje me ligjin. Por kjo mafje e poshtër që ka ngërthyer në këtë mënyrë sistemin, po e shkatron këtë sistem. Jo, përkundrazi, kjo është një ndihmë e madhe që unë jap. Ndihmë e madhe që jap, sepse disi është puna se këta a e morë vesh të gjë. A e morë vesh ç'a ndodhi? Pa gjë.
që nga kohë e diktaturës, mundet, unë s'kam dëgjuar as diktaturë, po mund të ketë ndodhur, atë ndodh të çdo gjë. Atë s'kishte avokat, po në kohë kur ka patur avokat, avokatët armiq konsiderohen. Ta them një jam në një tek këtu, po, pak kishte. Arrestojnë avokatin në Elbasan. Pse? Sepse guxoi t'i thot prokurorit, unë do të bëj padi penale. Çfarë fyrje dhe çfarë kërcënimi është ky? Kur një njeri në sallën e gjyqit që mbronte një klient i thot avokatit po shpif dhe unë do t'jap, kjo qenë ka dhe ky bandit me prodën që është antar i bandës edhe tjerë thret avokatin edhe e arreston të nesërën. Tani më thuj pak mua. Të arrestosh avokatin në këtë mënyrë, a e kupton ti që kjo është një terror mbi 10-100 avokatër që të mbyllin gojën në sallën e gjyqit? Çfarë drejtësi është kjo? Ka ndodhur ndonjëherë ku unë mendova se kur dëgjova, tu them të vërtetën, mendova se mos avokati ka humbur nervat dhe e ka agresuar prokurorin, edhe thash kjo është e papranueshme. Por kur pash me regjistrime se çfarë ka ndodhur, ky është turpi, ky vetëm drejtësi nuk është, ta thotë. Nuk ndodh kund. Prandaj dhe domethënë këta që përpiqen të shndrojnë krimet e tyre të shëmtuara në mburoj për drejtësinë, këta janë dy herë kriminal. Këta që përpiqen të përdorin manton, të përdorin mantelin e gjykasit apo prokurorit për të mbrojtur krimet e tyre, për të fshehur krimet e tyre, këta janë dy herë kriminal. Zoti Berisha, ditët e fundit keni folur për një tentativë për të kapur gjykatën kushtetuese. A mund ta thoni me emra se kush janë personazhet e drejtësisë të cilat kanë interes për të kapur gjykatën kushtetuese dhe për cilat arsye? Po, unë nuk kam folur, unë kam folur për ishte konferencë për shtyp nga selia juaj. Tani. Dhe ju referuat të rastit të Sonila Betjas. Po, ajo ishte, tjetër, një minutë, ajo ishte një akt antikushtetues, absolutisht antikushtetues. Dhash citova kushtetutet, citova ligjin e gjykatës kushtetuese, të cilin e shkelin në mënyrë flagrante gjykata, vetë gjykata kushtetuese. Nuk ndodh kur që hajde të mbyllim të gjykojmë se si na takon ne. Po ky është konflikti më flagrant i interesit. Nuk ndodh kur kjo, përveç se në Shqipëri që ndodh çdo gjë. S'ka sistem. Që në këtë moment që ata bën gjyqin se cilin të përzën, kjo ishte turpi i tyre. Turpi madh, i pape, se ata akti i parë do i thoshin Bajrambekës, ne jemi në konflikt interesi, ne s'mund ta gjykojmë të problem, hajde drejtoju ku dush, Pra, e para, e dyta, Sonila Betja kishte filluar në detyrën marr mandatin në 2020 dhe kushtetuta dhe ligji përcaktojnë asaj mandatin 8 vjeçar. Së treti, nuk është kur presidenti që i drejtohet gjykatës kushtetuese me zgjidhje këtë problem me shkresë. Tani, unë e kuptoj, në qoftë se presidenti don ta zgjidhte, i thoshte parlamentit. Parlament, ka një ligj, keni bërë një ligj e gjykatës kushtetuese, ku keni shkruar se forma e rotacionit aplikohet gjërë në vitin 2022. Prandaj, hiqeni këtë afat në mënyrë që të vazhdoj forma e rotacionit deri në vitin 32. Nuk e bëri. Pra, gjithçka është në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Zoti Berisha, pak ditë më parë në komision, kreu i SPAK Altin Dumani deklaroi që mënyra se si u arrestua zoti Meta lindet për dëshiruar dhe se arrestimin e kryen policia dhe jo SPAK. Cili është komenti juaj? Komenti është ky. Sa herë po të ketë prokuror të vërtet, sa herë shkelet ligji, prokurori vendos ndjekën hap procesin penal kundër atij që shkel ligjin. Ky lan duart si Pons Pilati se është absolutisht vepër e rakorduar me SPAK-un, BKH-n dhe policinë e shtetit me urdhër të Edi Ramës. Ky vetëm sa faktoj që nuk është një prokuror,
se në qoftë se ndodh se procesi ishte i tij, nuk ishte procesi i një gjykate tjetër, një prokurorie tjetër, ishte procesi Spakut. Dhe në rast se një person me një proces Spaku, shkoti çfarë burrë që është ato. Po kush? Pra, ky dëshmoj se është komplicit edhe në këtë akt. Tjetër? Faleminderit, drejtor. Ju falënderoj. Bravo!